Përshëndetje, sot do ju tregoj si të bëjmë krepa. Në një tas hedhim 300 ml qumësh, 2 kokra vezë, një lugë gjelle gjalp të shkrirë, një lugë të vogël me krip, një lugë të vogël me sheqer dhe një pako vanilje. Do i trazojmë mirë të gjitha, të bashkohen. Do vazhdojmë të hedhim mielin nga pak, duke hedhur mielin duke trazuar, derisa të krijohet një masë homogjene. Do marrim një tigan, të cilin do ta kemi nxehur në fillim pak, do ta luajmë me pak vaj, do ta ulim pak temperaturën. Do shtojmë një garuzhe nga masa që bëm. Do lëmë për rreth 1 minutë. Më pas do ta kthejmë dhe nga ana tjetër. Ka marrë një ngjyrë të bukur. Do ta lëmë dhe rreth 1 minutë përsëri nga ana tjetër dhe do ta heqim. Kështu do veprojmë me të gjitha krepat. Do bëhen rreth 8 krepa, 9 krepa, në mos gaboj. Mua kaq më bën parafërsisht. Siç e shikoni, e njëjta procedurë do bëhet për të gjitha krepat. Pasi kemi përfunduar të gjitha krepat, do bëjmë mbushjen. Unë kam zgjedhur të bëj me Nutella banane dhe plur lajthie ose biskotash, nëse dëshironi. Mbushja është në dorën tuaj, domethënë sipas preferencave tuaja. Unë kam zgjedhur të bëj një me banane me Nutella dhe njërin do ta bëj me reçelë luleshtrydhje. Tani bëjmë edhe krepën tjetër me reçelë luleshtrydhje. Siç e shikoni, kam përfunduar. Do t'i shtojmë pak çokoladë të zezë nga mbi të dhe janë gati për t'u ngrënë. Ju bëfshin mirë dhe shumë faleminderit për shikimin. Mos harroni të abononi te kanali tim dhe t'i bëni like videos. Faleminderit.